kur u bë rangimi i shteteve që kanë fituar medalje në Grand Slamin e Parisit, mu që kanë boni përshtypje dhe që kanë befacoja zakonisht shumë ke Japonia prapa Kosovës. Po, në konkurencën e vajzave, kësaj radhe ne kemi dalë para Japonisë, kemi një vend parë, një vend shtatë, ata kanë një medalje të argjend edhe 4 bronzta. Normalisht dihet se Japonia është superfuqi botërore, po ja që ndonjëherë medalja e orë është me të vërtet vështirë e arritshme edhe për një shtet si Japonia. Kështu që kjo e bën të veçantë, këtë ngjarje kjo e bën të veçantë ndjenjen e fitores së sportistes tonë. Duhet patjetër me të pyet në aspektin personal, kur i sheh krejt këto arritje toni, sa ndihesh krenar me veten? Po të drejtën nuk e mendoj në atë formë asnjëherë punën time, as nuk e vlerësoj veten. Pres njerëz tjerë me vlerësu. Për mua është shumë e rëndësishme që ende po kam vullnet me punu, ende po jam me dëshirë të madhe me kriju sportista të ri. Them drejtën, unë kështu satisfaksionin tim si trajner kom arrit me medalet e fituara në lojra olimpike, kampionate botërore evropiane, gjitha tartat e mundshme i kom si trajner. Po them drejtën, ja që para 2 ditë kom pas një emocion jashtëzakonisht veçantë. Kjo po më bën mundi jashtëzakonisht mirë që po e kemi një kontinuitet, po e kemi një vazhdimsi të rezultateve të mira. Është e vërtet që tash e kemi edhe një ekip tonë trajnerave, Majlinda, Fatosi, Kushtrimi, Nora e shumë tjera që po na ndihmojnë. Është me rëndësi që tash kemi ndërtu edhe trajner të ri që po ndërtojnë gjenerata të reja. E besoj shumë që edhe ata do të vazhdojnë rrugtimin tim si trajner me të arritura, por jo me emra tash të dëshmuar, po me emra të ri.